Që kjo është Mercedesi 2 që kena me ndreq edhe kena me dhuru për njonin për juve. Që një video në dejnë fund për me pas se qysh kena me bo. Ma shumë më kam pëlqen që kjo qysh kena me ndreq se sa jemi. Erdhëm të vetura Scout, hajde të shojmë a gjemi këtë promocione. Uajdi ljollë bre! Përshëndetje. A ka kjerre? Qysh je? A i mirë? Se je? Të dalë që andaj. Qysh je? Se veni në vetura Scout. Jesi e gjeta. Qysh jeni? Mirë, faleminderit. Ajni ljollë. Jo, ka pak e ju. Falje që më pritet. Mirë se vjen. Para se m'ja nis me ndaj kjerën, herë do me blek kjerën. Kena ardhur te vetura Scout në zyre te Dugagjini rezidencë, sot kena me këshyr me gjetë një kjerë. Kjo është njëjtë Sukër Zistroni që hin në Autoscout edhe e blen kjerën, tash ta kanë pru edhe në Kosovë. Pra, këtu hin me blek kjerë edhe del kjerë. Jo, hin e blen kjerë e me dalë në kompir aty anaj bicikl. Platforma vetura Scout e thjeshton kogja shumë procesin e blerjes një veture, që është kogja i ndërlikum. Këtu i pa edhe komplet domethënë vetura, dhanat, gjithmonë edhe çmimet reale dhe gjithë. Do të pa çmim këtu s'ka. Pa çmim nuk ka. Këtu mundesh edhe me shit edhe me blek kjerë. Këtu mundesh edhe me shit veturën, po edhe me blek veturën. Këtu edhe gjitha dhanat janë verifikuara, fotot, domethënë gjitha janë reale të vetura, po ashtu fotot, çmimet dhe gjitha të tjera. A ka një Mercedes mundësisht 30 dhe 40 gjatë vjetër? Kemi diçka. Në bazë të preferencës tonë Marian, ky është kjerri që e kemi gjetë për afërt me kërkesat tua. A mujme po foto tjera? Po. Ky po duket goxha më mirë se kjerri janë. Edhe ky ku ka i gatshëm me llojs në gjona. Goxha të arsyeshëm si lokacioni ku Adrenas. Lokacioni Adrenas. Pe thirrim, edhe ta shohim se mund të na bëna zbritje. Inshallah qel, mora. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. E kom pa një vetur të vetura Scout një Mercedes-Benz 250, a jo mirë? Po. Çmimi në pasanimi është 700. Me ardhë me këshyr qëta shte me mujtë me marë film, a mund është më në bëna e zbritje? Nëse vjen, qëta të morë, të më të mo 1500. Me ardhë qëta shte fjell 1500. Jo, qëta shte më morë 1500 e kishë. Edhe me shku të në teri. Me shku të në të e fillë të baj kontrolë në dhe... O kry, a ma që lokacioni Viber edhe fjell po nisna. Jetë që problem. Hajde, faleminderit. Hajde. Gjysa punë që kry, Mercedesin e gjetëm, tashti po shkojmë bashkë me ta djemë për shohim, dhe në kofti harit të morim edhe për qesim në më të cilë. Komplet platforma vetura Scout është pa pagesë, edhe kur dëmë me shit një kërë, edhe kur dëmë me blenje tjetër, do më thonë t'i kontakton direkt me listuesin, si në rastin tonë që e thirët ti direkt. Po, do në jojnë vetë në dërmjetës, asë nuk më nevojë paguani diçka, As një tokë shtes tjetër. E që sham qëtë lapsë, do që kene sa. Kena orë në drenasin atë e prit shoferin e kjerit edhe një mjeshtër me këshyrë. Edhe pëson një akum njësë me marrë vesh, po jo qaq. Erë Mercedesi. I mirë për duket, a? Ku je shoki? A je mirë, a je lodhë. Ate jetë a këshyrë mrena. Kjo e pasaj interierin e kaltërt, shumë interesant. Rodja për bëjke. Va, panorama! Temit si ka bu. Ata këshyri pak në motor. Ky, për dalim për i temit, ky ka motorin e vetë original. Për thëshin motorin i hekët. Irën përgjithësi është për vjetë që i ka është i mirë. Motori me njohë që kështu në gjendje regull. Edhe në karaceri nuk është që i ka në i sena më këtë... Ky ri nuk ka gjërë, a? Ta është normal ti ndërku kime në rejës ka baka më këtë. Ky motor është i vetë original. Fabrikisht është i vejti. A ma një që ky, a i jemi. Po tash ajo është pak ma i shpejt, kjo originali i tyne. Po, kjo ma i mirë se është original. Po, është i modelit deri 93, për shumë, për 86 dhe 93 në shku model. Përduj se Dardanin i kom shok, i na bo shok, se për mi 30 herë kom orë të Dardani. Ndërku i na bo shok, që prapë me Dardani kena më taku video të tjera për rregullim edhe për mi gjithë pjesë. Ta da falënderit shumë shok. Falënderit për të teje. Shihem aty të. Hajde u kry. Apo vjesash? Vish ku më shkute në terja. Marian, faleminderit edhe një herë.
Faleminderit, vetura Scout, shumë korrekt si në Zvicër. Për këtë juve që dëni me shit, ose me ble kjerre, qysh edhe ka qitë sëkulli, edhe shiti, në mënyrë sa më korrekte, këtë dini website-in e keni pa pare, edhe i shitni edhe i blini kjerre. Do një herë faleminderit shumë. Faleminderit Marian. Kismet na kena më po prap, faleminderit shumë. Deri në finalizim jemi bashkë. Kismet, faleminderit shumë. Skëll. Faleminderit, tash shana kamet është vish me shku, ma qitë në emën tem. Më një herë. Hajde, ikem. Egzash. Pe voziti vetë ta provoj një herë. Ka me shku. Va. Për ndryshe, ky koka shumë ma i lehtë se kjerë jam. A kjerë jam a rënu. A shka u bo me të, nuk e di që ky koka shumë ma edhe ndrusin e shpecive sa ma të lehtë. Tek në jo? Morja të pri. Lajmi mirë është që kjerri ka regjistrim. Po presin desa t'i bëjnë letrat, edhe t'ja thonë porët, edhe Me bu për hajrë. me bo për harë. Kjerri u ble, se këllë faleminderit shumë, Me për faleminderit ke qenë shumë korrekt. Egzash. Ta shti na shijem në shtin Mercedes një tjetër, ha? Këtë së problem. Egzash. Ta ka... S'u ka i gjetë qelë sa të marrë, që të kërë qështu, këna me bo qështu. Thuni që ky Mercedes nuk është Mercedesi më i bukur në Shqiptari. E qysh me fitu ju këtë kërë? Bëni follow faqen Pramvio, edhe aty keni me gjetë lajmërimin. Këtë Mercedes ka me fitu dikush për jush kismet verës. Projektin nuk ko me bo vetë, e ko me bo me shumë bashkëpunëtorë që veç i këm pas prakisht. E për këtë juve biznesve që dëni me bo pjesë i këtij projekti, më shkruni, edhe pse jo kena me bo diçka shumë të bukur, edhe në fund kena me gëzu dikën. Mos harroni me bo like, koment dhe me shpërndarë që video, shihemi videon tjetër.